Bravo Gino. Komisionit e pjesë së dytë për vitrinë Greca Gjata Sami Çoli Basha e Karamuri Ibrahim Abdulli Pius Silva Zillar Ekonomia Kurza Gjera Gjera Bugjera Bugjera Gjera Gjeri Rizal Lukas Shmeli Dalaj Ekonomia Loja
goli. Të cilët në është armeni në përmet faqin se fushën tonë sa aplikacionin në telefon, rezultatit është 2-0, është gabim në sistemin e federalisë të futbollit. Gjera e largo, Silva, nisë nga mirë, Silva Junior, ka një vërësore. E sa surpriza ekstrajare, këndësira e vëndit e fundit lartë Partizani bëhet dhe në këto momente. Partizani bëhet dhe vëndit e katër. Do tjetë Bilis Vaj, si do bëhet dhe një shkurt. Do të kemë ndërim të edhe për ta konfirmuar në datën 1 shkurt java e 12 Devolli Delvina të mori shkumbini B, Eagle Partizani B, Këlsyra Oriku dhe Butrindi Bilis B. Kjo është java e ardhshme e cila do të luhet në fillimin e muajit shkurt. Kjo e Kango ka vetëm nivelin anësore i takon Orikumit. Topi cili shkon në rivën e fundore. Minuta e 7:52 atakimit. Butrindi 2, Orikumi 0. Spektakulare kjo ndeshje për skuadrën e Orikumi Orikut në aspekti fizik do të thoja asi janë lojtarë të cilët vazhdimisht janë në sulm, ndërkohë në krahun tjetër ai cili u dhe që është Butrindi me 2 gola minutës së 35 dhe 47. Ndërkohë që edhe njëra goditje devijohet, shohim në goditje nga Këndi. Lojtarët e Orikumit të cilët ka një temperament të lartë fizik, ndoshta ajo se çfarë është grupi i cili prej vitesh luan së bashku, është i treti sezon që shumica e futbollistëve janë pjesë.
Bravo! Fica! Tam bateriu, a água futa a bateria. Po isha me një live tjetër e vetë. Skuadra e Putrindit u dheq me shifra 2-0 në këtë takim të sotëm. E ta është pak më parë miq, Orikumi një temperament të lartë fizik edhe në ndeshjen e sotme, ndërkohë që ajo çfarë u dheq që është skuadra e Putrindit me 2 gola në minutën e 35 Alessio Cologna dhe minutën e 47 2 minuta nga nisja pjesës së dytë ka realizuar e ka nga mundesh. Shifrat Putrindit 2, Oriku 0. Lojtar të skuadrës Orikumit, të cilët si Lojaj, Gjinaj, Zholi apo edhe Dalanaj dhe Ekoro së bashku me Ermanin Lojaj, të cilët janë për të tretin sezon radhazi e skuadra e Orikumit, duket se është një skuadër e cila është ndërtuar pikërisht për kategorinë e parë dhe këtë sezon u dheq grupin B, por tashmë ofrohet Butrindi me 1 pikë. Xilla në dy luftime e Buxhelaj, ka ndi Gjinaj, kapiteni i skuadrës Orikumit. Ka zotruar Shkreli, futbollisti i cili është futur pjesë e dytë. Mezani, ka shqetësimin e Gjilardino Abdulit, faul ka thot kryesori Olsi Sokoli. Dalanaj ka gabuar e marrë atë tope, ka zotruar Munde, nisë kundësirka e Munde, i cilët ka shqetësimin e numrit 3 Bregova. Shqetësimi i Munde largohet fillimisht nga Daniel Bregova, i cili ka topin zotrim. Është Zholi, Shkreli, ka bërë marrë atë topi, Silva Junior, Xilla, Ndërhynë Gjinaj, e ka marrë numri 10 Erman Lojaj. Është Cologna, autori gol të parë për skuadrën e Orikumit. Butrindit, ishte lojtari i Orikumit. Abduli. Gjojtja e Abdulit. Duhet e portierit Bunkoev, ka ngelur i tëmtuar Xilla. E lojën kryesori Olsi Sokoli. Ishte lojtari i Orikumit Cologna, ndërkohë që i realizoi golin e parë. Ndërkohë është kërkuar me herë ndërhyrja e futbollist e stafit mjekësor për futbollistin e Butrindit. Gjithë gati. Ndoshta për të parë se do të ndërhyjë mjeku Blerisi Noimeri. Është pikërisht kështu. Si realizimi i kryesorit të këtij takimi, Olsi Sokoli. Qëtë nëse do të këtë zëndësim për skuadrën e Butrindit. Xilla ka kërkuar ndihmën e stafit mjekësor. Ndoshta do të jetë Chinonso Onu, i cili do të jetë ndoshta një zvëndësim taktik i trajnerit Meçani.
Gati Fabricio Çulli. Gati Fabricio Çulli. Shifat edhe njerë, Butrindi 2, Oriku 0. Shojmë, është Gjinaj, Gjena Ermanen Lojaj. është Lukas, pranë ti, Itarin me numër 7, Dalanaj, dy trajnerët e skuadrës Orikumit, Taulant Kuqi, zvës trajnerët e trajneri parë i skuadrës Orikut, Sherif Idrizaj, të dyre kanë duke udhëzuar futbollistët e Orikut, duke që ka diçka që nuk shkon në këtë takim me skuadrën e Orikumit, pasi e thash, në temperament i lartë fizik, por në rezultat u dheq skuadra e Butrindit në shifra 2-0. Topi gjatë në drejtim të shkrerit Ibrahim, edhe pse shtatë shkurtër e zotron momentin e parë, e ka marrë Silva, kjo fundit gjena futbollistin e Kango, largon portieri Bumkoev, Ahmet Bumkoev, gjata. Sërish topi gjatë në drejtim të numrit 10 e Kango, futbollisti i cili realizoi minutën e 47. Sa e tjetë Fabricio Çulli. Godi e dënimi për Orikumin. Gati Chinonso Onu, është ai i cili është në vend të sulmuesit Xilla. Gati Chinonso Onu dhe Xilla. Do t'jetë ndoshta lojtari i cili do dalë nga fusha, ndërkohë dhe Fabricio Çulli. Shojmë në vend ndoshta të Silva Oliveiras. Për të parë ose ndoshta një Silva dhe i tërhequr e Kango. Avduli. Do t'jetë Kolonja. Do t'jetë në gojë që ka një tjetër ndërhyrje të gabuar te Koron ndaj Bashës. Në shtyrje ndaj shtyrje gati të Chinonso Onu në vend të Xilla. Aí, go budget, go budget. Është pikërisht Alessio Kolonja, autori golit të parë, duart trofilit shkojnë për ta, dhe Fabricio Çulli, e shko zënëzimi. Në se do t'jetë Xilla, i cili të jetë fushën e lojës. Është numër 24, Chinonso Onu, në vend të Xilla. Livena Sore i takon futbollistit Lojaj, Lukas. Lënë form fair play. Lukas Oliveira pra Vjesa Sore. Duhet minuta e 64 të takimit. Butrindi 2, Orikumi 0.
ka shkaktuar një ndryrë të gabuar, një faull ndaj skuadrën, ndaj Orikut, dhe është pikërisht ndaj sulmuesit e Koro. Partizani bë përmbys shifrat në Kërcir, duke dhequr 1-2. Gol që top, i cili shkon në duart e portierit Ndreca. Jepi Aunus, mos e ikla. Në 2 minuta, Goga dhe Mando arritur të përmbysin shifrat. Gol që është zonës Qinon Zonu. Vetëm Silva, topi mbrapa, Ibrahim, mbrapa, Nelson Pius, tek Basha, i cili largon në ribërë ansore. Lukas, topi mbrapa, Gjinaj, e marë Pjefmir Dalanaj, Bregova, këtë topi mbrapa. Shtë Lukas Oliveira, Pjefmir Ermanel Loja, edhe një Lukas Gjinaj. Policin shkon në kamët e Bunkoren. Bugjelaj, Lukas, Lojaj, dhe zotruar Aleksandr Dalanaj. Vismjaf mirë e Kango, Onu, zotruar Mjaf mirë Lukas, Shkreli, Gabon, edhe futbolistët e Orikumi e Butrini fali. E Kango munde është rëzuar Gjinaj, Bugjelaj, tentori mbrapa, Gabon në fillim ko Giuliano Mirani në fush, por edhe numri 20. Mario. Klaus Alinani. Gati Giuliano Mirani dhe Klaus Alinani. Mezani, ndoshta dhe Lojaj. Që tabela elektronike. Po që është Lojaj, largon Qulli, i vëni asore. Minuta e 68 takimin njëri është Mezani për Giuliano Miranin. Por të qiet futbollisti tjetër për t'i lënë vend Klaus Alinanit dhe është numri 10. Është numri 10 Ermanel Lojaj për Klaus Alinanin. Ko që e këto minutat mbetura, duhet 22 minuta por të mbyllur koha e rregullt. Bugjelaj, ergon Qulli, ka larguar Lukas, duhet hyrë mbas tek
Giuliano Bugjelaj. Shifat edhe një Partizani dë udheq në kërcyr 1-2, ndërkohë që rezultatet e tjera Shkumbini udheq përballë Eagle 1-2, Devolli po ashtu ndaj Maliqit 2-1 dhe shifrat këtu në stadiumin e Nolapa të qytetit Sarandës. Butrindi 2, Orikumi 0. E përplasje edhe për dy futbolistëve. Ky është arbitrim horror. Nuk kam parë më të keq. Ulu atje. Ulu fol anglisht. Fol mikrofon. Minuta e 70 e takimit, 20 minuta nga fundi i kohës së rregull. Shifrat Oriku 0. Shohim krosimi është larguar fillimisht, për pas edhe një Fabricio Çulli. Avduli ka faull në sulm. Gati Camilo Mendoza. Të shohim vendin e kujtut zor. Silva. Është skuadrori Kumit në topin zotrim. Bregova. Ergon Zholi. Të llojet mjaft mirë, ka shqetësimin e Kango Mundesh. Zotron Daniel Bregova. Avduli. Topi i cili shkon në këmbët e Çinon Zonu, ka shqetësimin e numrit 24 të skuadrës së Orikumit, Gjinaj Onu. Me këtyr topin në mbrapa, Çulli. Dërgon në mënyrë të gabuar, Camilo. Është Pius, i cili gjuan. Është ai i cili është Basha e Koro fiton këtë i vënë ansore. Mbrojtësi i Butrindit, minutën e 74. Bugjelaj dhe Camilo Dalanaj. Zotron Shkreli, i ka ndryr Camilo, nuk ka zethot kryesori. Ndërkohë që Munde, brenda zonës, Munde, goditje e lehtë në duar e portierit. Është topi gjatë në duar e portierit të Ndreca. Lukas, zotron e Koro, edhe pse kishte shqetësimin e Sandi Çullit,
Ekoro, e kthen në krahun e djathtë. Buxhelaj. Ky fundi gjen Dalanaj. Ka shqetësimin e Fabricio Çullit. Edhe një herë Aleksandr Dalanaj. Zotron Camilo. Fabricio Çulli. I ka ndryrë Buxhelaj. Është Dalanaj. Simi Mirani. Ajo goditje shkon jashtë. Giuliano Mirani. Është top pranë vjes ansore Zholi, por edhe e Kango. Dhe topi në vënë ansore dhe i takon sërish skuadrës së Butrindit. Ku luhet minuta e 75. I cili shkon në Bore Gjatës, Pius, e kthen mbrapa, Santi Çulli, Dreca, topi gjatë në drejtim të Camilos, top në drejtim të Çullit, por zotron Giuliano Buxhelaj. Fituar të goditje dënimi Lukas. Partizani bë udhëhej së bashku me Oriku në kohë reale pas saj fitore në Këlqyr. Barazon Këlqyra dhe kjo është në kohë reale. Realizon golin e dytë dhe është Karim Fofana, ajo goditje më pas në karës Butrindit. Dhe tjetër shans, por Këlqyra bën surprizën. Karim Fofana, shifrat e barabarta 2-2 në Këlqyr dhe rikthen Butrindin në vendin e dytë me këtë fitore në kohë reale me 22 pikë, 21 skuadra e Partizanit bë. Dy me dy shifrat në Këlqyra, Partizani bë. Kurse në takimet e tjera nuk ka ndryshim rezultati. 2-0 Butrindi Oriku, 1-2 Eagle Shkumbini dhe 2-1 te Volli Maliqi. Ndërsa në stadiumin në Lapa, Butrindi 2 dhe Oriku 0. Zholi ka shqetësimin e Gjatës. Ky fundit tenton të marrë topin. Simi në 72 minutë nga gabuar, rivën e fundore ka. Tjetër rivën e fundore për portierin. Topi i cili shkon në këmbët e Zholit gabon, ka qenë pas Pius, ka gabuar edhe Avduli, gabon gjata, ka marrë Camilo, i është në rryrë nga ana e Selidion Zholit, Ekoro, i të requr futbolisti Kalic Ekoro, e ka marrë topin Fabricio Çulli, ka shqetësimin e Giuliano Buxhelajt, Ekoro, edhe njerë Klaus Alinani, sërish Dalanaj. Alinani ka fituar të rivën e ansore. Ibrahim largon. Gati dhe
Kjo goditja dënimi Olsi Sokoli ka sinjalizuar. Të qojmë Selidion Zholi. Shojmë çfarë cilë kjo goditje dënimi i akorduar nga ana e gjyqtarit Olsi Sokoli. Gati Zholi. Mësimi në shtyllën e dytë dhe ajuri vënë fundore gjuajtja e shkrelit. Por nuk preket nga askush topi i cili shkon në vënë fundore. Tjetër mundësi. Dreca me topin e përkëmbë. Luajnë të minuta 81 takimit, 9 minuta nga fundi kohës së rregull. 2 Butrindi 0 Oriku. Golat e minutës 35 nga Alessio Kolonja dhe minutën 47 realizoi Ekango Munde. Gjinaj Fitorin mbrapa Bukoev. Alinani. Topi gjatë në drejtim të shkrelit. Zotron Avduli. Mjaft mirë Gjilardino Avduli. Pas është Çulli. I ka ndryrë Zholi. Skuadra e Butrindit arrin që të marrë një fitore mjaft të rëndësishme në takimin e javës së 11 përballë skuadrës së Orikumit. Sa është shohim Alinani, Camilo i ka ndryrë sërish Nelson Pius, e ka marrë topin mjaft mirë Pius. Camilo e ka nga Munde, i ka ndryrë Giuliano Bugjelaj dhe ka vetëm rivënie asore, por Bugjelaj i ka ndryrë në mënyrë të gabuar. Ka ndryrë në mënyrë të gabuar, ndërkohë ka karton verd për futbollisti, për trajnerin falni. Ka ndryrë të gabuar ndaj futbollisti Ekango Munde dhe kryesori Olsi Sokoli. Nuk shikon ndryrja, por shikon protestën e trajnerit Artar Meçani, ai i cili reagon pas asaj ndryrë të gabuar ndaj futbollistit të Butrindit Ekango. Só de cima, bravo.
Atos. Hajde këtu. Në minutat e fundit të takimit në stadionin të Lapa, shifrat. Butrindi 2, Oriku 0. Në minutës së 35 nga Alexio Polonia dhe minutën e 47 ka realizuar e Kango Munde. Për çastë më parë, pam dhe kartonin e verdh ndaj trajnerit Artar Meçani për protestë ndaj kryesorit Olsi Sokoli. Teksa luhet minuta e 85 e takimit. Në drejtim të Onu, por Bregova largon me kokën e goditën nga këndi. Gati edhe dy zëndësimet të tjera tek skuadra. Diop, futbollisti i ardhur nga Butrindi U19 nga skuadra e 19 vjeçarëve, Camilo. Është Çulli, ajo goditje më pas. Çinozo nu. Irko dhe zëre. Irani. Në bojë momentin e parë ishte shkreli më pas. Në pozicion të paregull Çinozo nu. Diop dhe zëre. Tjetë Gjata, ndoshta dhe Kango. Ko që Zholi shkreli nuk e merr topin, Pius, më pas Çulli, gojë nga ana e Mirani dhe rivoni në sërë. Tjetë zëre e Kango. Avduli për zëren dhe pikrisht e Kango për futbollistin Diop. Transmisimet. Dar Gjirardino, Avduli në vend ti janë dorë trofidit në tribunë për balë për Gjirardino, Avduli për dhe Kango Munde. Avduli për zëren dhe Munde për 30. Për Diop. Shojmë Bugjelaj. Rritur ta martovi momentin e parë. Futbollisti është Dalanaj. Pas Lukas. Në shqetësimin e shojmë Alinani. Nësimi është Ndreca, i cili e ka topin në duar e tij. Minuta e 88 e takimit. Minuta e 88 e takimit dhe shifrat janë Butrindi e 39 nisë këto momente. Butrindi 2, Oriku 0. Që ka goditë dënimi për skuadrën e Orikumit. Gabi
E pra përfimet të ratë për Gjiladia Abdulli, në cili ka përfimet nga tribuna qëllore. E stadionit dhe në Lapa. E për qafimet të jeni me Çani. E Gjila! Gjilardinho Abdulli. E tari cili u zonë slua. Ja. Shojmë. O no. Dorë nga ana e Qinosa Ono është topi preku me dorë. Sekundat e fundit për të parë koha shtesi do të akordohet nga ana e gjyqtarit të 4, Stokon Bebja. Është Lukas. Gjan vërtim të Ekoro, top i prekur me dorë nga ana e Kalit Ekoro. Gati koha shtes. Sa shtes? Shihet koha shtes nga ana e Stokon Bebjas. Do t'jenë për të parë koha shtes, e cila ende nuk është 5 minuta shtes. 5 minuta shtes në këto momente, ana gjyqtarit Bebja, Kurdo Mirani. Stimi është në këmbët e numri 9 Shkreli, e pas ka vetëm rivënë fundore. E para minutë shtes luhet në këto momente. Po që gati vendosja e forcave security për marrëvajtjen. Camilo, ju arrin të zotroje, ka marrë numër 20 Arinani. Po që Fol mikrofonin. është pikërisht Buxhela i cili zotron topin. Topi gjatë, shkon në drejtim të gabuar, pasi është Gjata e cili largon. Pjuse ol. Ja mirë mes fushori skuadrës Butrinit. E ka marrë Diop, lëviz pas mirë Diop. Është cili me numri 8 Lukas Diop. Është një spiriti Diop, lëviz nga vibre në zonës Diop. Të marrë Alinani, ka arritë ta fitoj të godire nga këndi. Po me Diop. Është ai cili sotron nga vit topi, më pas detiron Lukas Oliveira të ndërhyrë në mënyrë të gabuar, duke larguar topi në goditje nga këndi. Zimi e bëra zonës duke mri Basha. E pas është pozicion të pa rregull Kristi Basha. Bunko e Julian Gjinaj. Gjinaj. Ullë të mikrofonin. Bravo! Në minutat e fundit do të shohim e treta minutë shtes nga 5 akorduara nga gjyqtari 4. Ka goditje dënimi i dhe i takon skuadrës Ori Kumit, atje ku seli Dio Zholi. Dy minutat mbetura nga koha shtes, Zholi
është pikërisht Ndreca, Lukas Oliveira, gjuhë sak me kokë, por Ndreca i thot jo golit. Ndreca e ndalë në mënyrë perfekte. Shik Ndreca, bëm mrekullin duke mbajtur të pa prekur portën. Shohem, sta pikërisht. Sërish ai, Kreshik Ndreca, topi gjatë, Diop. I ka ndryrë Giuliano Bugjeraj. E pas ka ndryrë të gabuar të Diop ndaj Giuliano Bugjeraj, goditje dënimit e kartoni verdh. E Bugjeraj, kartoni verdh për të. Kartoni verde për të. Kartoni verde për Giuliano Bugjeraj. Shkartoni verde e skuadrës Orikut, Giuliano Bugjeraj. Sërish Seni Diozhoni. Po thuaj se e mbyllur koha shtesë. Aksioni i fundit ndoshta për Oriku. Është pikërisht kështu. Është mbyllur koha shtesë prej 5 minutash. Butrindi 2, Oriku 0. Kërkon rregullsi brenda zonës së rrethësisë kryesori Sokoli. Simi Zholi largon Basha me kokë. Diop më pas. Dhe Onu Ibrahim Dalanaj, lëviz mjaft mirë Camilo Ibrahim në lojën dhe gati si realizimi i Sokolit, i cili vjen në këtë momente. Butrindi 2, Oriku 0. Një fitore e madhe e skuadrës Saradiote. Pikërisht përballë kryesuesve të grupit B. Oriku ndalet me Saran në sa 2 minuta lapa dhe duket se kjo fitore është në vendin e dytë skuadra e Butrindit, e cila me këtë fitore shkon në kuadër e 22 pikëve. Oriku kryeson me 23 pikë. Por deri në këtë moment në kohë reale Partizani B është pikërisht në vendin e tretë. Pasi po ndalet përballë skuadrës së Kërcyrës në barazimin 2-2. Ndërkohë që kulluat minuta 98 në Kërcyr, Kërcyra 2, Butrindi dhe Partizani vali B2, gjithçka duket. E këtë fitore, një fitore të çmendur, një fest e pa numër të herëtarëve të skuadrës së Butrindit, por në krahun tjetër dalin dhe trupa gjykuese me Olsi Sokoli kryesori, Lircani dhe David Afajn asistentët e tij. Gjithçka mbyllet dhe skuadra e Orikumit, e cila duke se në këto momente lë tapetin e stadiumit është mbyllur. Ndeshja në Kërcyr, Kërcyra 2, Partizani B2. Ndërkohë që në kohë reale në 22 pikë skuadra Butrindit në vendin e dytë. Japi fund transmetimin nga stadiumi Ando Lapa, nga Ufotës Lamaj bashkë me Gjoshim në një shkurt, duke qenë se jemi dhe në takimin e fundit për këtë vit. Të dy qyte, vizua, të bashkë në gjojemi, vitin e ashëm, në pojnë shkurta të një, vjetë skuadra e Butrindit në presë një stadium e në gjyri si më për janë bashkë në Gjoshim. Ka djali. Ja ta tosi, o. S'kam bateri. Ja.